Asnjë punëmarrës nuk duhet të punojë më shumë se 48 orë në javë, së bashku me orët shtesë, të cilat në vit nuk duhet të kalojnë 200 orë. Është ky një ndër ndryshimet e bëra në kodin e ri të punës, në të cilin për ta parafruar me legjislacionin evropian, ekspertët shqiptarë në bashkëpunim me ato të huaj kanë ndryshuar plot 90 nene. Kemi rritur ditën e lejeve të lindjes nga 42 të paslindjes në 63. Kemi garantuar që koha maksimale javore e punës të mos jetë më shumë se 48 orë dhe maksimumi i orëve shtesë të punës të mos jetë më shumë se 200 orë në vit. Po kështu kemi me kontratat kolektive detaje të cilat ndihmojnë punëmarrësit. Kodi i punës është një ndër ato ligje i cili nuk mund të vihet në zbatim pa marrë 3/5 e votave të deputetëve në kuvend. Prandaj Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta Spiro Ksera i ka bërë apel opozitës ta votojë atë së bashku me kushtet e BE-s për statusin, apel të cilit i është bashkuar edhe zëvendës ministri i Drejtësisë Ermal Dobi. Shqipëria për të marrë statusin e saj ka dhe detyrimet e fundit të njohura, jo vetëm nga ju, po nga gjithë qytetarët shqiptar. Janë 3 ligjet e famshme, por unë do t'i kërkoja opozitës shqiptare që në agendën e parlamentit, pas votimit në Këshillin Kombëtar të Punës edhe kalimit të kodit punës në qeveri, t'i japi rrugën edhe votimit për t'i dhënë mbështetjen. Të bëhet firma opozitës, që të votojnë ligjin e 3/5. Pa shndruar ato në pazarin kombëtar. Ndryshimet e bëra në këtë kod, të cilat kanë marrë miratimin e Këshillit Kombëtar të Punës, sipas ekspertëve, pritet të krijojnë të drejta më të mëdha për punëmarrësit, por edhe punëdhënësit dhe t'i japin një frymëmarrje të re marrëdhënieve të punës.